Mirë se erdhët të dashur jorë në Letra të Rrëfejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur jorë, nuk je më ai person që ishe një vit më parë. Ke javë të ton të pranosh këtë ndryshim dhe të ecësh përpara pa frikë. Disa dyre mbyllën, jo vetëm për ju, për gjithë ne. Disa rrugë hapen dhe ti duhet të zgjedhësh nëse do të vazhdosh të jetosh me kujtimet apo me mundësitë që po të presin. Ujor, ky është një lexim shumë i bukur dhe shumë i mençur. Nuk ka dramë, nuk ka paralajmërime të rënda, ka një mesazh shumë të qartë. Rritja kërkon lëvizje. Letrat flasin për ekuilibër, fillime të reja, guxim, dije, udhtim dhe ndërtim të një jete më të qëndrueshme. Kjo është një javë ku mund të marrësh vendime që në fillim të duken të vogla, por që më vonë do të kuptosh se kanë ndryshuar drejtimin e jetës tënde. Drita dhe hija. Java fillon duke kujtuar se jeta nuk është bardhëzi. Mund të ndodhë që këtë javë të përballesh me një situatë ku të dyja palët kanë nga pak të drejtë. Në një debat familjar, ndoshta ti mendon se je plotësisht në rregull, por edhe para tjetër ka arsyet e veta. Në punë mund të mërzitesh me një koleg, por kur të shohësh situatën më me qetësi, do ta kuptosh se edhe ai apo ajo ka qenë nën presion. Në dashuri mund të mendosh se partneri nuk të kushton vëmendje, ndërkohë që ai po përpiqet të zgjidhë problemet e veta. Kjo letër të kërkon të mos reagosh me njerë. Shiko të dy anët. Është një person i njëjti, por që i ndarë në dysh. Kjo është ajo që po flasim. Shiko të dy anët e mendaljes. Jo çdo njeri që nuk sillet siç pret ti, është domosdoshmërisht kundër teje. Ndonjëherë njerëzit thjesht po luftojnë betejat e tyre. Ujor. The Maiden. Vajza. Kjo është letra e fillimeve të pastra. Ajo të fton të shohësh jetën me shumë kuriozitet dhe me pak frikë, ujori. Ndoshta ke kohë që dëshiron të mësosh diçka të re, por vazhdon ta shtysh. Ndoshta ke një ide biznesi, një kurs, një projekt, një hobi, ose thjesht dëshiron të ndryshosh rutinën tënde. Mos e nënvlerëso fuqinë e fillimeve të vogla. Një libër mund të ndryshojë mënyrën si mendon. Një njohje e re mund të hap një derë. Një vendim i vogël sot mund të ndryshojë muajin e ardhshëm. Mos e pyet veten vetëm po sikur të mos funksionojnë, apo të dalësh me paragjykime. Por pyet edhe po sikur të funksionojnë shumë mirë, apo më mirë se sa po imagjinoj? Kjo është ajo që po të kërkon letra. Guximi për të ecur. Kjo letër flet për lëvizje. Do thot pra, të ecësh, mund të jetë një udhtim, një ndryshim pune, një ndryshim qyteti, për gjithë ata që duan, nuk është patjetër që vlen për të gjithë kjo. Një ndryshim, një projekt i ri, ose thjesht vendimi për të dalë nga një rutinë që të ka lodhur ujor. Por ka dhe një mesazh tjetër. Mos vazhdo të mbash me vete gjëra që nuk të duhen më. Sa më pak bagazh, aq më mirë, aq më lehtë të ecësh para. Ka njerëz që mbajnë kontakte vetëm nga zakoni. Ka punë që vazhdojnë vetëm nga frika e ndryshimit. Ka marrëdhënie që kanë mbaruar për kohësh, por askush nuk e pranon. Kjo letër të pyet, çfarë do të ishte më e lehtë për ty nëse do të kishe guximin ta lije pas. Do thot, sa më lehtë të ecësh përpara. Dhe të pranosh ajo që nuk bën më për ty, apo që nuk është më për ty. Dija, të dashur. Kjo javë është apo që sjell një nga letrat më të forta të javës për ju, të dashur jorë. Mos mendo se i di të gjitha. Nuk i di asnjë. Duam të gjithë të dim të gjitha, por nuk i dim. Është e pamundur. Por mos mendo as se nuk di mjaftueshëm. Dhe ajo është. Kjo është java ideale për të mësuar. Nëse ke një profesion, zhvilloje. Nëse ke një ëndër, lexo për të.
Nëse ke një problem financiar, mëso se si ta menaxhosh më mirë. Nëse ke një konflikt në familje, përpiqu ta kuptosh përpara se të gjykosh. Njerëzit që ecin më larg në jetë nuk janë gjithmonë më inteligjentët. Janë ata që nuk ndalojnë kurrë së mësuari. Kjo është qetësia e saj që kërkohet nga ju. Udhëtimi, që nuk do thot patjetër fizik. Udhëtimi është një letër që nuk flet vetëm për udhëtime fizike. Flet për rrugën tënde. Mund të ndihesh sikur je ende larg objektivit që dëshiron. Por kjo nuk do të thotë se nuk po përparon. Kur ngjit një mal, nuk e shet gjithmonë majën. Kërkoj ndjes. Por çdo hap të afron më shumë asaj maje, apo jo? Mos u dekurajo nëse rezultatet nuk vinë me njëherë. Nëse po përpiqesh të mbasësh shpesh për shembull, të ndërtosh një biznes, të gjesh një partner, të kursesh para, mos u dorëzo vetëm sepse ende nuk e arritur aty kudo. Edhe përparimi ngadalt është përparim. Dhe në fund të dashur ujor, kemi mbretëreshën e tokës. Kjo javë të kujton të kujdesesh për jetën reale, për financat, për trupin, për shtëpinë, për njerëzit që të japin siguri. Mos harxho gjithë energjinë duke menduar se çfarë do të ndodh pas 6 muajsh. Shiko edhe çfarë mund të bësh sot, që ato 6 muaj kur të vinë më të lehta, sot. Mund të pushosh pak më shumë, ndoshta mund të kalosh më shumë kohë me njerëz që të qetësojnë. Stabiliteti nuk ndërtohet me një vendim të madh. Ndërtohet me zgjedhje të vogla që përsëriten çdo ditë. Të dashur yor, kjo javë të kujton se jeta nuk ndryshon vetëm kur ndodh diçka e madhe. Shpesh ndryshon nga vendimet e vogla që merr çdo ditë. Ki guxim të fillosh atë që ke shtyrë prej kohësh. Mëso diçka të re, mos u trem nga rruga e gjatë dhe mos harro se çdo hap që bën me vetdije po ndërton të ardhmen tënde. Nuk ke nevojë të ecësh me nxitim, ke nevojë vetëm të mos ndalesh. Kur bashkon mençurinë, guximin dhe durimin, rruga fillon të hapet vetë para teje.